Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Të Roqës var protestuesin, Mateo Borri reagon ashpër ndaj Geraldo Binës. Një situatë e tensionuar ka shoqëruar protestën e pretenduesve të pronës në zonën e Zvërnecit, ku po parashikohet ndërtimi një resorti turistik nga kompania Zvërnec South Adriatic. Përmes pamjeve filmike të shpërndara në rrjetet sociale është raportuar për përplasje fizike mes protestuesve dhe personave civil pa uniform zyrtare. Sipas burimeve, personi që ka dhunuar dhe tërhequr zvar një protestues që e kishte rënë të fikët është identifikuar si Geraldo Bina. Ngjarja ka nxitur dhe reagimin e personazhit të njohur Mateo Borri. Ai ka publikuar pamjet e këtij momenti në llogarinë e tij duke shkruar: Turp, turp, turp. Pas incidentit, policia e Vlorës doli me një njoftim zyrtar ku deklaronte se një protestues me inicialet ES ishte futur me forcë brenda rrethimit të kantierit dhe ishte shoqëruar nga punojësit e sigurisë, gjatë së cilës kishte pësuar dëmtime trupore. Megjithatë, ky version u përgënjeshtruar nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, e cila kërkoi ndjesë publike, duke sqaruar se qytetari nuk kishte hyrë me forcë në kantier.